Rituali I haxhit, ritual që të kujton rëndësinë e familjes. E veçantë është se një nga adhurimet më të rëndësishme në Islam është I ndërtuar pothuaj plotësisht mbi lidhjet familjare. Haxhi është pothuaj I ndërtuar dhe buron nga lidhjet familjare. A nuk janë Safaja dhe Merveja, dy kodra të cilat na kujtojnë mundin e një nëne për t'i siguruar djalit të saj ushqim dhe ujë në një zonë të shkretë? Ajo vraponte mes dy kodrave, në kërkim të dikujt që ta ndihmonte të shuante etjen e foshnjës së saj. Distanca mes dy kodrave është pothuaj 500 metra dhe ajo e përshkoi këtë distancë 7 herë. Kur lëvizte mes dy kodrave, ajo dëgjonte zërin e foshnjës së saj duke qarë. Kjo e bënte të vraponte në atë drejtim, me qëllim që të ngjitej sa më shpejt në kodër, me shpresë se mos shinte ndokënd që ta ndihmonte. Lëvizja mes dy kodrave sot është një nga ritet e haxhit që kryejnë muslimanët. Madje mes dy kodrave, pikërisht në vendin ku ajo dëgjonte zërin e foshnjës së saj dhe vraponte për te kodra tjetër, është mirë që pelegrinët të vrapojnë për ta mbajtur gjallë mundin dhe shqetësimin e asaj nëne. Me këtë, sikur Zoti kërkon prej të gjithë pelegrinëve dhe vizitorëve të Qabes, që gjatë ritualeve të haxhit dhe të umres të kujtojnë nënën e Ismailit, Haxheren. Atë ka vajtur mendja ndonjëherë që ndjenjat dhe emocionet e një nëne Zoti I përjetëson dhe I shndron në një ritual dhe të rëndësishëm për çdo musliman? Nuk e kuptoj, atë ka vajtur në mendje pse ka bërë Zoti diçka të tillë? Këtë e ka bërë me qëllim që sa herë ta kryesh këtë ritual, ta kujtosh familjen tënde. Kur mos prano baba që ta privosh nënën e fëmijëve të tu, nëse je I divorcuar nga fëmijët e saj. Kur mos prano nën që fëmijët e tu të edukohen nga dikush tjetër përveç teje. Kur mos prano vëlla që ta shpërfillësh dhe ta përbuzësh nënën tënde. Si mund t'i bëni gjëra të tilla dhe pastaj të shkoni dhe të kryeni umren apo haxhin në ato vende të bekuara ku ka shkelur Haxheria, simboli I dëmshurisë dhe I përkujdesjes familjare. Nëse je emigrant, si do të mund ta kryeje haxhin dhe të shkelje në ato vende ku ka shkelur Haxheria, ndërkohë që ti ke muaj të tërë që nuk e folur me prindrit e tu?